Sot kemi një të ftuar që normalisht do na ndihmoj duke na dhënë disa këshilla tepër të vlefshme për të gjithë ju dëgjues që po na dëgjoni në këto momente. Është Aurela Agalliu që ndodhet. Në fakt, tani bisedat bëhen me lidhje telefonike. Mirë se erdhe në Radio Kontakt, Aurela. Mirë se ju gjej edhe aktor. Unë të falenderoj shumë edhe normalisht që ashtu sikur se thash dhe pak më lart që ndodhemi në një situatë jo të mirë psikologjike të gjithë ne, distancimi social duket sikur të çon shqetësime të mëdha, apo jo? Është vërtet në fakt, edhe do të thoya se rutina e përditshme zakonisht është një nga indicet që na bën të përjetojmë stres. Dhe në fakt për referuar situatës, do të thoya se stresi ka ardhur kryesisht si pasojë ndryshimeve jetësore. Pra, në qoftë se ne ishim mësuar deri dje që të kishim një rutinë të përditshme, të ndinim, të kryenim aktivitete, në fakt sot jemi përballur me një ndryshim rrënjësor të jetës tonë, i cili në fakt shkakton stres. Natyrisht prej ndryshimeve që ne kemi qenë të detyruar ti pranojmë edhe ti përballojmë sipas kapacitetit tonë të përshtatjes dhe sjelljes ndaj situatave të reja. Ne kuptoj. Në fakt, ne shqiptarët jemi popull shumë aktiv, apo jo? Patjetër që po, jo vetëm ne, po në mbas botën e dashur. Njerëzit për vitet e fundit kishin filluar të kishin një ritëm shumë kërkesese, natyrisht bazuar kjo në kërkesat që lindin si pasojë faktorëve ekonomik, social, kulturor, arsimor, që në fakt të bëjnë njeriu të jetë gjatë gjithë kohës në rritjet kërkesave apo duke vrapuar për mbushjen e tyre. Dhe papritur gjithë bota përjetoi këtë lloj pauze, ta themi kështu, e cila në fakt bëri të mundur ndryshimin rrënjësor tek të gjithë ne të stilit jetesës. Po duket sikur se ne flasim për Shqipërinë, edhe sepse këtë kemi më afër fatmirësisht Shqipërinë tonë të dashur sa kemi botën. Kështu që unë dua të fokusohemi pak tek shoqëria jon. Aurel, duket sikur kemi në fakt kemi një muaj që jemi në karantinë. Domethënë, pjesa më e madhe e njerëzve shqiptarëve ndodhen të izoluar në karantinë. Dhe duket sikur ky ndryshimi i mënyrës së jetesës sikur po përshtatet tek njerëzit. Si ke parë këtë në këndvështrim personal? Do me thënë, ne shqiptarët po përshtatemi edhe me këtë mënyrë jetese. Atëherë, disa prej tyre natyrisht janë detyruar të përshtaten ose le ta themi kështu kanë pranuar realitetin, kanë pranuar që në fakt në këtë kohë është e rëndësishme të qëndrosh në shtëpi. Por flasim për ata persona që potencialisht janë të shëndetshëm nga ana psikologjike. Ndërkohë kemi një pjesë tjetër e cila nuk është se i përballon mirë këto ndryshime. Kemi një pjesë tjetër që në jetën e përditshme janë persona që vuajnë nga anksi, nga stresi, pra që kanë si patologji të tyre këtë shqetësim. Dhe natyrisht këtu kemi dy kategori të reja. Kategoria e parë e personave që për shkak të ndryshimeve rrënjësore që ndodhen në këto ditë, atyre u lindi stresi, kemi të persona që e vuanin stresin dhe i është mbi vendosur një situatë tjetër. Dhe sigurisht që një pjesë e mirë e këtyre nuk e kanë as pak të lehtë dhe ajo çfarë ndodh gjatë gjithë kohës në rrjetet e mia sociale dhe jam sigurt edhe te kolegët e tjerë janë kontaktet e vazhdueshme që njerëzit kanë. Mua personalisht më kontaktojnë çdo ditë thuajse. Cilat janë shqetësimet më të shpeshta që të sjellin njerëzit? Ato do të thoya, shqetësimet kryesore lidhen me stresin, lidhen me anksin. Dhe unë vazhdimisht mundohem që të propagandoj dhe të bëj dhe video share sepse dua që nëse një shqetësim që ka ardhur nga një vajzë sot, dua ta dëgjoj dikush tjetër që mund ta ketë atë shqetësim dhe nuk e referon. Sepse ne e dim se sa skeptik jemi kur i paraqesim problemet tek psikologu. Dhe pikërisht kjo situata sot ka shkaktuar vërtet shumë ankth, sepse ankthi gjithashtu mund të konsiderohet edhe si një emocion,
me pasojat të rëndësishme motivacionale. Dhe çfarë ndodh në këtë lloj rasti? Kur ne konsiderojmë si të tillë, ka shumë gjasa që njerëzit për shkak të emocioneve të forta që marrin nga ndryshimet jetësore ose nga ndryshimet e rutinës apo nga ndryshimet e ditës së tyre që kanë organizuar jetën, pra stilit jetës, natyrisht ka gjasa që ata të shkaktojnë ankth dhe ankthi i të rriturve kryesisht në këtë rast varet shumë nga kërcënimi fizik dhe imediat që ka siguria e tyre sociale apo komponentët e tjerë. Dhe në këtë rast ne kemi vetë izolim, dy komponentë, dhe kemi dhe distancimin social. Aurela, duhet të përmendim faktin që ankthi nuk është i njëjtë tek të gjithë ne, apo jo? Patjetër, ky është gabimi më i madh që mund të bëjmë ne të gjithë bashkë. Çfarë ndodh? Ne mendojmë që situatat e ankthit janë njësoj tek të gjithë njerëzit, kurse si jo. Ne e specifikojmë me specialistët e ankthit, ne specifikojmë në bazë të kohëzgjatjes, pra kohështrirja në të cilën ka ndodhur ankthi, shpeshtia e shfaqjes së simptomave. Pothuajse simptomat nga njëri në tjetrin janë të njëjtë, pra karakteristikat e simptomave. Shfaqja e tyre, shpeshtia e shfaqjes ndryshon. Dhe kohët e fundit natyrisht në kontakte me njerëzit kam kuptuar se e kanë shumë herë më të thjeshtë të hyjnë në rrjetet sociale, të googullojnë, të kërkojnë informacione në lidhje me medikamentet e trajtimit dhe absolutisht të referohen një psikologu. Jo më pak se sa dje, unë pata një rast të një vajze, e cila më shkruan në lidhje me marrjen e një mendimi dhe thotë që unë po vetkurohem në këtë kohë, kam marrë informacion në lidhje me ilaçet edhe kam zgjedhur X ilaç për ta përdorur. Sigurisht që kur u përballa me këtë informacion unë ndjeva keq për faktin sepse e di që në Shqipëri ka shumë psikologë të zotë dhe nuk është kaq e vështirë të gjesh kontaktin, fal medias është bërë një reklamim i mirë i tyre. Por në të njëjtën kohë unë ndjeva keq sepse ishte një vajzë e re dhe i mungonte kultura e ndjekjes e referencës së rastit. Ne duhet të themi në zot lart, nuk mund ta kurojmë ankthin me ilaçe. Me ilaçe ankthi kalon vetëm në nivele shumë të agravuara, atëherë kur edhe psikologu e shikon të rëndësishëm që këtë rast ta referoj tek psikiatri. Sikurse ju e dini dhe mund ta dini të gjithë, ne psikologët funksionojmë në bazë të ekipeve multidimensionale. Pra, kemi bashkëpunime me profesionistë të ndryshëm dhe nuk vlerësohet vetëm nga ne. Meqenëse se më përmendë medikamentet, kam dëgjuar lart e poshtë që është një medikament, një ilaç që quhet Xanax që po përdoret rëndom nga shqiptarët, sidomos në këtë periudhë që ne po kalojmë apo jo. A e këshilloni sepse është diçka që merret tani më merret me recetën e mjekut, por sidoqoftë ende lart e poshtë ka nga ata farmaci që mund ta japin edhe pa recetë, fatkeqësisht. Është vërtet, fatkeqësisht ne jemi në këtë situatë, absolutisht nuk do ta rekomandoj. Unë jam një nga personat që e sulmoj më shumë se ç'duhet përdorimin e ilaçeve. Nuk e di se njerëzit kanë më shumë dëshirë të kenë varësi tek vetja e tyre në lidhje me menaxhimin e një problematike, duan të kenë varësi përmes ilaçit. Nuk e di pse është kjo kulturë e vjetër e mbetur kështu që shpëtimi i të gjithë njerëzve është doktori dhe është spitali. Absolutisht jo. Mbase se shikojnë si zgjidhen më të shpejt, Aureli dashur. Zgjidhjet më të shpejta nuk mund të ofrohen edhe tek mjeku as për një ditë as për 2 ditë. Zgjidhjet e shpejta natyrisht mund të na pengojnë, mund të na rëndojnë, mund të na rrisin nivelin e ankthit dhe prandaj e them që është pikërisht koha që të gjithë të reflektojnë. Aurela, normalisht që familjet shqiptare në momentin që një nga pjesëtarët e familjes e përjeton jo mirë këtë gjendje që po kalojmë, duke qenë në panik gjatë gjithë kohës, i stresuar gjatë gjithë kohës,
ankthiol gjatë gjithë kohës, normalisht që edhe e përcjell tek pjesëtarët e tjerë të familjes. Domethënë, në momentin që ne kemi një krye familjare ose një krye familjar i cili është gjatë gjithë kohës në ankth dhe në stres për situatën që po kalojmë, cilat janë disa nga mesazhet që ti do na thuash për sa i përket kësaj grup moshe, sepse automatikisht i gjithë ky ankth që mund të ketë krye familjari apo krye familjare normalisht që kalon automatikisht tek fëmia. Patjetër, shikoj, në këtë rast unë e them shpesh që ne duhet të bashkëpunojmë të gjithë, duhet të bashkëveprojmë sepse në familje jemi pikërisht për të ndihmuar njëri tjetrin dhe për të kuptuar situatat. Nëse ne evidentojmë se kemi persona që kanë ankth, automatikisht persona të tjerë madhor që kanë kapacitetin për ta kuptuar dhe për ta ndihmuar duhet të ndërhyjnë. Duhet të ndërhyjnë me këshilla, duhet të ndërhyjnë me referenca dhe për ta bërë situatën të qartë që është e nevojshme të konsultohet me një psikolog. Ndërsa për sa i përket merakut më të madh që ju e tha që janë fëmijët, është meraku im edhe më i madh ky, është e rëndësishme që në ndikim të ankthit, në bazë të ndihmës që marrin nga persona të tjerë, të vetë menaxhohen, pra të vetë strukturohen në sjellje, të jenë të kujdesshëm, të mos e shprehin atë gjatë gjithë kohës përballë fëmijëve të tyre, sepse natyrisht nëse një fëmijë do të rritet në një mjedis që ka ankth, predispozita e tij për ta shfaqur është edhe më e lartë. Kështu që janë disa element të modelit të sjelljes, do të thoya që nëse ne i shikojmë, i imitojmë ose i përvetsojmë ato. Dhe ankthi është një nga elementet e sjelljes përvetësuese. Fëmia mësohet të rritet me ato lloj situatash dhe reagimesh emocionale. Dhe kjo padyshim që do të jetë një gjë e keqe për të ardhmen, sepse natyrisht e dim shumë mirë që stresi nuk është i lehtë për të ikur, por kërkon shumë guxim, shumë forcë, shumë mentalitet që të kuptohet, që është e nevojshme të kurohet. Dhe mbi gjitha shumë durim me veten. Në fakt, dua të di këndvështrimin tënd si psikologe, si e ke parë, ti je në kontakte të vazhdueshme me të rinjt, kam përshtypjen, po me çdo njeri këtu në përgjithësi. Dua të di cilat kanë qenë ato mendimet e para që ju kanë ardhur për sa i përket të rinjve sot, si po e përballojnë të rinjt sot këtë situatë, sepse normalisht adoleshenca është një nga moshat më delikate. Edhe normalisht që duhet të di mendimin tënd për sa i përket kësaj grup moshe, cilat janë shqetësimet mbase më të shumta dhe më të shpeshta që vijnë tek ty. Më thuaj diçka më tepër. Po, në fakt, për sa i përket kategorizimit moshor, personat që kërkojnë suport dhe këshillim janë pikërisht adoleshentët, por edhe personat që janë mbi 20 vjeç. Dhe ajo çfarë më ka bërë, jo më bën mua përshtypje sepse unë natyrisht si profesioniste jam e përgatitur për një situatë të tillë, por kemi edhe persona mbi 30 vjeç që vazhdojnë në vuajnë anktin. Dhe këtu diferencon pastaj mënyra e referimit apo problematikës së ankthit, sepse tek këta persona ankthi ka qenë i shfaqur më përpara, i pakurueshëm dhe rikthehet fuqishëm në një moment të dytë. Kthehet sigurisht nga situata të ndryshme, siç mund të ishte situata e tërmetit, siç është situata aktuale e Covidit. Ndërsa për sa i përket pjesës grup moshës së adoleshentëve dhe personave që shkojnë deri te 23-25. Natyrisht shqetësimet të cilat referohen lidhen me frikrat që ata kanë. Frika se kjo nuk do mbaroj, mendime të përsëritura vazhdimisht në lidhje me sjellje të caktuara. Shikoj çfarë ndodh. Ne anktin padyshim e kategorizojmë në forma të ndryshme, nuk mund të flasim për një ankth të përgjithshëm. Flasim për anktin e përgjithësuar, flasim për tipologji të tjera të anktit që natyrisht ndryshojnë nga simptomat, ndryshojnë edhe nga shpeshtësia e shfaqjes. Prandaj shpesh njerëzit e thash dhe pak më parë që kur bëjnë këtë gabimin që marrin informacione të përgjithshme, e marrin në lidhje vetëm me një lloj ankthi. Ankthi dhe kaq. Ankthi ka kategorizime dhe duhet të referohemi në bazë të tyre, pra të shohim nëse është një ankth i vazhdueshëm, është një ankth që është shfaqur tani dhe
Po, dhe po kemi sjellje të përsëritura, domethënë kemi sjellje obsesive kompulsive, kjo është që unë shikoj në masë aktualisht. Dhe tek pjesa e të rinjve, më fal, dua ta mbaroj që ta qartësoj këtë, tek pjesa e të rinjve është pikërisht kjo. Kemi shfaqjen e problemeve obsesive kompulsive, ku vazhdimisht ka sjellje të përsëritura si pasojë frikës së situatës. Në fakt, përveç se fëmijëve dhe të rinjve, çdo grup mosh po evoluan këtë situatë normalisht, po duket sikur janë modifikator të moshuarit, të cilët duket për ditë sikur nuk i zë ajo shtëpia e tyre dhe duan vetëm të dalin, vetëm të bëjnë shëtitje dhe vetëm të luajnë me bashkëmoshatarët e tyre. Si e shikon këtë grup mosh përballë koronavirusit dhe cilët janë mesazhet që mund të ndihmojnë se jo të gjithë të moshuarit që mbase po na dëgjojnë në këtë momente. Të them të drejtën, edhe unë ja u çaj hallin, për të qenë edhe pak më njerëzore në këtë lloj situate, pra natyrisht është shumë e vështirë që ata të mund të shndrojnë në shtëpi edhe patjetër ta mirëkuptojnë situatën. Por, nga ana tjetër duhet të themi se është e rëndësishme për ta, duke ditur që kanë rrezikun më të lartë, ndoshta për të prekur, sepse në influencë të sëmundjeve të tjera që mund të kenë, bëjnë bartës dhe natyrisht pasojat janë më të rënda se ta, se sa të njëri që nuk ka asnjë lloj sëmundje tjetër në trupin e vet. Pikërisht është e rëndësishme këtu që këta persona të organizohen nga familjarët, pra të jenë fëmijët ata, nipërit e mbesat që të mund të bëjnë të ndjehen aktiv, sepse ka përshtypjen që në familjen e të cilat këta persona të moshës së tretë nuk kanë vëmendje, nuk kanë aktivitete, nuk u kushtohet rëndësi, padyshim do ta kenë të nevojshme të dalin. Absolutisht duhet. Ndërsa nëse do të kemi familje aktive, nëse do të kemi familje që i kushtojnë rëndësi, sepse ata janë njësoj si fëmia, kemi thënë janë paralel në format e rëndësisë, edhe fëmia dhe mosha e tretë për nga nevoja që paraqesin, atëherë duhet i kushtohet vëmendje barabartë. Është e vërtetë, shumë e vërtetë kjo. Mirë, diçka të fundit përpara se të përshëndes dhe të falenderoj ke? Diçka të fundit, unë në fakt do doja të uroja që të gjithë të ishin mirë dhe të kemi sa më shumë në ditët në vijim ulje të personave të prekur, dhe ndoshta mos të kemi fare persona. Njësoj edhe unë si gjithë të tjerët, pavarësisht se kam një këndvështrim profesionist, por dhe unë uroj që kjo të mbaroj sa më shpejt dhe të rikthehemi sa më shpejt normalitetit, që të gjithë bashkë të shijojmë pse jo edhe emocionet e verës, po vjen. Okej. Dua të bëj një pyetje të fundit fare që më lindi në këtë moment, përpara se ti ta mbyllësh, nuk di. Dua të di edhe disa këshilla për sa i përket medias, Aurel. Normalisht që media në Shqipëri është një nga ato media të cilat fjalën dhe shkrimin e bëjnë kështu pa patur parasysh grup mosha që i lexojnë dhe i shikojnë, kështu që e japin, duket sikur për mendimin tim normalisht ja japin bruto. Nuk e di, disa këshilla që mund të japësh për sa i përket të gjithë personave që janë 24 orë në 24 të vëmendshëm karshi lajmeve jo të mira që po na rrethojnë dita ditës? Patjetër. Ajo çfarë unë do të këshilloja në fakt edhe për media, është rezervimi i informacionit. Për shembull, ne në media nuk shohim të dy anët e medaljes, ne në media shohim vetëm një anë medalje. Shohim se kush janë personat që u shëruan dhe sa është numri i tyre. Dhe shumë pak shërohet informacion në lidhje me personat që janë shëruar. Natyrisht këto janë lajme të kronikës së zezë. Ne profesionistët kështu i kategorizojmë dhe media duhet të jetë e rezervuar për të shpërndarë këtë lloj informacioni ose e kujdesshme. Kurse me rezervuar nuk do të thotë që mos të shpërndaj informacionin dhe mos të dim se ku jemi në aktualitet. Por ka një metodë aty që mënyra se si ne përcjellim informacionin ose në lajmet që jepen me titra, këto informacione që kanë të bëjnë me rritjen e numrit të vdekurve duhet të jetë me titra shumë herë më të vogla, që dominanca e tyre të jetë më e pakët, që syri i njeriu të mos e has shpesh herë atë lloj informacioni. Kështu që
ka disa forma dhe mënyra që edhe media duhet të ketë një psikolog të veti në ndarjen e informacionit që ne e quajmë psikolog të medias. Sepse kronika e zezë godet fuqishëm anën emocionale të njeriu, godet fuqishëm anktin dhe shfaqja e tij pastaj na krijon probleme në fakt, kronika e zezë në Shqipëri nuk ka qenë vetëm këto, nuk është vetëm këto ditë, historikisht. Jo, në vazhdimsi, unë po i referoj në vazhdimsi. Është e vërtet. Mirë. Unë të falenderoj shumë edhe të uroj shëndet ty dhe familjes tënde në këtë kohë. Faleminderit e dashur, gjithashtu unë për të gjithë ju të njëjtin urim kam. Gjithë së mira, faleminderit.